Ish banorja e Big Brother VIP Albania, Livia Brunga, ka ndarë një moment shumë të ndjerë gjatë një lidhje telefonike për emisionin Pardon My Friends, ku foli për ribashkimin e saj me të Atin, një takim që ndodhi pas plot 22 vitesh. Livia rrofeu për herë të parë emocionet që e kanë përfshirë në këtë kapitull të ri të jetës së saj. Ajo zbuloi se më pare kishte takuar të Atin vetëm 2 herë, një herë kur ishte 2 vjeç dhe një herë në moshën 7 vjeçare. Takimi ishte i papritur, i bukur dhe i natyrshëm, sikur të mos ishim ndarë kurrë, u shpreh ajo. Ishte ajo që më duhej, jo më përmes ekranit të telefonit, por fizikisht duke ecur në rrugët e Shkodrës së bukur. Livia shtoi se komunikimi me të Atin kishte nisur me një herë pas daljes nga Big Brother VIP. Ajo u ndje e befasuar nga sa lehtësisht rodhën bisedat mes tyre, si të mos kishte ndodhur asgjë gjatë 2 dekadave të ndarjes.